Të dielën, 334.539 qytetarë do të drejtohen kutive të votimit në 5 bashki të vendit: Vlorë, Berat, Cërik, Matë dhe Tepelen. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpërndar materialet zgjedhore, ndërsa Policia e Shtetit ka marrë në ruajtje objektet ku janë vendosur komisionet e zonave të administrimit zgjedhor. E shtuna shënon ditën e heshtjes zgjedhore, por në realitet fushata ka qenë e zbet, nuk ka pasur mitingje, as dalje të përbashkëta me drejtuesit e partive, ndërsa komunikimi me votuesit është zhvilluar kryesisht në mënyrë të përmbajtur dhe lokale. Në këtë proces, Partia Demokratike dhe opozita nuk marrin pjesë me kandidatë zyrtar në siglën e tyre, por kanë deklaruar mbështetje për disa kandidatë të pavarur, të cilët do të përballen me 5 kandidatët socialist dhe disa garues të tjerë jashtë partive kryesore. Në Vlorë, në garë është Brunilda Mersini e Partisë Socialiste, që hoqi dorë nga mandati i deputetes për të kandiduar për kryetare bashkie. Ajo do të përballet me Dioni Sotën, i mbështetur nga Partia Demokratike, por edhe Gjergj Nikën, antar i Këshillit Bashkiak, i zgjedhur në siglën e Partisë Demokratike. Në Berat, socialistët kanë propozuar nënkryetarin Ervis Ceca, ndërsa për Ballti do të jetë Pavlo Shkarpa, i mbështetur nga opozita. Mati sjell një garë me 3 emra: Altin Bojni, që përfaqëson Partinë Socialiste, ndërsa Suzana Pasha, ish drejtuesja e grave socialiste në degën lokale, hyn në garë si e pavarur. Nga ana tjetër, opozita mbështet Eduard Brahilikën, po ashtu kandidati i pavarur. Në Cërik, socialistët kandidojnë me Florenc Dokën përballë Amarildo Hoxhës, që garon si i pavarur me mbështetjen e grupimit të Sali Berishës. Një kandidat i tretë, Eligert Hima, përfaqëson partinë Lëvizja Shqipëria Bëhet. Në Tepelen, përballë socialistit Gramo Sako, garon i pavarur Gabriel Guma me mbështetje nga opozita. Fituesit e këtyre zgjedhjeve do të kenë një mandat të shkurtër, vetëm 1 vit e gjysmë, deri në zhvillimin e garës së radhës elektorale në pranverën e vitit 2027.